se është shumë e rëndësishme që para se fillon mësimi të ketë mirëqenie klasa. Në momentin që ka mirëqenie në klasë, automatikisht mësimi do të jetë shumë produktiv edhe do të jetë shumë efikas në procesin e të mësuarit. Edhe mësuesi gjatë asaj kohës sa ka me bisedu me fëmijët, sa ka me ju shpjegu, ka me pas një orë shumë kreative, shumë atraktive, shumë frytëdhënëse. Në momentin që hinë në klasë dhe nuk arrin me stabilizu qetësinë, në momentin që hinë në klasë dhe nuk arrin me i qetësu fëmijët që me u fitu vëmendjen, është orë dështune. Pavarësisht se na mundohemi me kamuflu, po duhemi me qenë realist se i kena brezat tanë që janë e ardhmja janë mjek të ardhshëm që na kena me qenë pacientët tëne. Kështu që duhemi me qitë mjek të suksesshëm edhe të ditur. Jo mjek që kanë mësu në internet ose që kanë mësu në TikTok edhe kanë me na diskutu shëndetin tonë të ardhmen. Për çatë arsye duhemi me qenë ma të vetëdijshëm edhe duhemi munal me një moment edhe me pa deri ku ka shku limiti i kësaj turme të teknologjisë piquj që na ka përfshi, na ka shtin atë vorbullën e vet, po flas edhe për veti dhe për të gjithë ne, se në ditët e sotut është bëu mjet shumë i rëndësishëm i zhvillimit njerëzor. Mirë, po keq përdorimi po na çon deri në ato faza që i ceka më herët, si te problemet në edukimin e hershëm, pra në edukimin bazë, si mandej me adoleshent, edhe po kemi konfrontime. Kemi konfrontime mandej për shembull të prindit me shkollën, kemi konfrontime të prindit me fëmin, se fëmia dashte nuk dashte mundohet me mbrojt veten. Autoriteti institucioni mundohet me mbrojt veten, prindi gjithashtu me mbrojt veten dhe fëmin, mirë po nuk e kemi asnjë zgjidhje përfundimtare. Do të thotë kalohet ajo situatë, kaloj edhe kësaj radhe, shkaktari asnjëherë nuk ndëshkohet, asnjëherë nuk trajtohet, pasoja, do të thotë individi që është pasojë e ngjarjes shkaktare, i merr disa ndëshkime, se edhe ti e kon pjesë aty, edhe mundohet vetë jo me veten mi kalu. Kjo është vështirësia. Asnjë traumë, asnjë abuzim, asnjë situatë e vështirë emocionale nuk kalohet vetëm. Kërkush nuk e edukon fëmijët tonë që duhen me kërku ndihmën e profesionistit. Shumica e shkollave tona aktualisht kanë psikolog. Asnjëri prej fëmijëve nuk nxitet në kuptimin e mirë të fjalës që të shkon edhe ta trajtoni çështjet vetën vështirë me psikologen. Kemi prej kolegeve me keqardhje që nuk e ruajnë etikën e punës. Kemi prej prindërve që janë insistuese dhe nuk dojnë që fëmia i vet më shku te psikologu i shkollës, po kemi edhe fëmijë që qeshen mandej prej grupit në shkollë edhe refuzojnë me trokit në derën e psikologut. Ku është një derë e cila i ndihmon që ai shumë lehtë me ta i kalu këtë vështirësi, edhe për shembull me shumë pak seanca me ju rikthy realitetit edhe me ta i kalu atë pasojë që e ka përjetu. Mirë, po na vyn këto dhe pakës, na vyn edhe pakës punë edhe vetëdijsim i vendit tonë.